Mësuesja Saltiana, ju jeni me ciklin e ullët, apo jo? Jepni mësim tek cikli i ullët, që sa kohë keni nisur me shkollën që nga fillimi dhe si është puna me nxënësit? Për sa i përket shkollës shqipe, unë kam filluar këtë vit, nuk jam mësuese e vjetër, domethënë nuk jam nga viti që shkoj, sepse shkolla është vetë e re, është thjesht një shkollë 1 vjeçare, është si ai fëmia i vogël 1 vjeç që sapo ka filluar dhe het ato hapat e parë. Dhe jam shumë e lumtur që këto hapat e parë i ka hedhur të sigurt dhe është ngritur duke parë që po ecën kaq mirë dhe po hapet në një kohë kaq të shkurtër dhe një shkollë e dytë, ka lindur dhe një shkollë tjetër pra në një kohë kaq të shkurtër. Dhe besoj që kjo është bërë fal punës të palodhshme të gjithë stafit që unë kam gjetur këtë vit këtu dhe jam shumë e kënaqur që jam pjesë e këtij stafi. Sapo e kam dëgjuar lajmin që është hapur shkolla e parë shqipe në Antwerpen, kam qenë shumë emocionuar dhe kam dashur patjetër që të isha pjesë e kësaj, duke qenë e vetëdijshme që çdo gjë është pa pagesë, është falas, domethënë do jepja kontributin tim, por në këmbim nuk do merrja diçka monetare, pasi vlerat i merr në krah tjetër, je mbuluar nga emocionet e fëmijëve, ka shumë vlerësim në krah tjetër, përveç se nga ana monetare. Pra, këtë gjë që ka bërë stafi, kryesia dhe gjithë shoqata Iliriana, e falenderoj dhe e durtrakas shumë fort.